Një koment i bërë gjatë një emisioni për Loredana Bratin ka sjellë reagimin e kësaj të fundit. Gjatë një emisioni, moderatorja Dalina e përmendi Lorin me shprehjen "ajo e Jozit", një koment që është interpretuar si nënvlerësues apo ironik nga ndjekësit, por dhe nga vetë Loredana. Por pas shumë vonesë, Loredana reagoi përmes rrjeteve sociale, duke shprehur hapur pakënaqësinë e saj. Deri dje bënoj të artikuj me emrin tim dhe nuk ishte një, për më shumë se një. E vetme gjë që mund të them është se nuk ishte mënyra e duhur, deklaroi Loredana me mjaft pozitivitet, por edhe ironik në të njëjtën kohë. Si e ka emrin ajo Jozit, që i kishte në shtëpinë e famshme? Ky ishte komenti që u bë për Loredanën, teksa po diskutohej për personazhe shqiptar që kanë marrë poste në ekrane jo për shkak të profesionalizmit, por nga pjesëmarrjet nga shoqet televizive. Dhe një herë tjetër, Loredana vërteton se është mjaft elegante në përgjigjet e saj.